Mirëmëngjes të gjithëve. Një përshëndetje e përzemërt për të gjithë ju që po na ndiqni në këtë çast. Një urim që vjen natyrshëm si çdo njeri që përcjell me dashuri në rrugë, njeriu e dashur, njeriu e familjes, fëmijën, bashortin apo bashorten, motrën, vëllain e të gjithë ata që ndjekin në një mëngjes rrugtimin e tyre drejt destinacioneve. I bashkohemi në këtë urim duke menduar që hapat të ndjellin mbarsinë në të gjithë rrugtimin. Por të ndjekësh me sy dashurie dhe përgjegjësie njëkohësisht hapat e një fëmije është më shumë se një kënaqësi. Të gërmosh në ëndrat që rekin të kapin një realitet shumë të bukur është magjike. E natyrisht ti motivosh fëmijët bukur që në hershmëri s'është gjë tjetër veç se të hedhësh një farë mirësie e të hedhësh themele që vetëm ndërtojnë personalitetin e tyre. Unë sot bindem për këtë, sepse në studio kam dy artistë. Artisti i mirënjohur, mësuesi i nderuar, me një aktivitet të mrekullueshëm, frytdhënës me nxënësit, me grupet e tij, Bepin Vjerda. Mirëmëngjes, mësues Bepi, nderim dhe respekt për gjithë ecurinë tuaj. Por sot objekti im, ai që më ka ngacmu, ai që edhe më ka frymëzuar për jo thjesht për ta ftuar, por për t'i dhënë vetes një përgjegjësi më të madhe për hapat që e rritjes së tij, është ky instrumentist në kitarë, vetëm 11 vjeç, i cili të mahnit me lojën e tij në kitarë, gjë që e tregon edhe repertori i tij i shumt, gjë që e tregon edhe pjesëmarrja në aktivitete në skena. Dhe mosha që ende dhe pak ditë do të bëhet 11, më frymëzon që të them shumë çka mbi përgjegjësinë, mbi dashurinë, mbi mbështetjen që duhet të marrë një artist në hapat e tij të rritjes. Ai është Gabriel Shabaj. Nadia Mir Gabriel, mirë se erdha. Mirëmëngjesi. Nuk mund të ishe pa kitarën tënde sot në këtë emision, apo jo? Jo, nga kitara nuk dorëm kur. Mësues Bepi, këto gjana janë vërtet emocionuese, nuk ndahen nga kitara, a? Ky ka paraqit një lloj programi të sa shumë i talentuar. Dhe ky ka 3 vjet që është me mua. Do të ndalemi në këtë ecuri, sepse të duket sikur ka një periudhë shumë të gjatë ndaj asaj që Gabrieli interpreton, luan dhe paraqit veten si një artist apo jo. Gabrielin e ka dhënë Zoti, ka fal Zoti për me qenë kitarist, dhe me qenë muzikant. Më bëhet qefi sepse ka mësu kitarën me bazë, dhe më thonë ka ba edhe solfegjin, ka njeh mirë notën, po njëkohësisht njeh shumë më mirë kitarën. Profesionist, më më thonë. Sa gjë e bukur. Gabriel, më të kam ndjek, dhe faktikisht më ka bërë shumë përshtypje loja jote, me një fuzion të jashtëzakonshëm të gjithë mundësive që t'i jep instrumenti jot, me një njësim me ndjesit që t'i jep pjesa që t'i luan, me një saktësi në interpretim, edhe në ritmikën, intonacionin e shumë çka që mund të paraqesesh. Kur luan në kitarë, çfarë ndjen? Unë kur filloj t'i bi kitarës, ndjej kënaqësi, sepse kitara tashmë është bërë si një shok real për mua, dhe ndjem shumë mirë kur filloj t'i bi kitarës. Mendon për diçka
e paraftyron, për shembull, kur tingujt e kitarës i drejtohen një pjesë të veçantë. Paraftyron shumë çka. Pra çdo tingull për mua do të thot shumë, sepse çdo tingull është i rëndësishëm, se çdo tingull që unë kam i ra kitarës, ai do të thot një hap para drejt përvetësimit kitarës. Pra sa më shumë që unë e praktikoj kitarën, aq më shumë përvetësim do të kem. Bravo zemër. Po mirë, ke mësu shumë pjesë, a? Po shumë pjesë nga mësus bebi. Të bukura. Po normalisht. Të pëlqejnë të gjitha, apo ke raste që dikë veçon si më të bukura? Mu më pëlqejnë gjitha, po kam disa të preferuara, për shembull. Po mirë, me partitura tha mësues bebi, nuk është kështu, sepse edhe ti biesh pa partiturë është gjë shumë e bukur, ti do të provosh të dëgjosh një melodi dhe me njëherë ta marrësh me kitarë, por kur fillon me baza klasike, apo jo profesor bebi, është diçka shumë stabil, shumë e mirë. I ruan partiturat? Po partiturat i ruan me shumë kujdes. Me knatësin më të madhe. Me knatësin më të madhe. Sa që zgudzej për me zjarë partiturë për para, thot, mësus ma në thot se du me fotokopila të bjerë rallën tjetër. Kjo është dëshuria. Po mirë, ke një kënd të në shtëpi për kitarën, do me thënë që edhe studion, por edhe ke të gjitha materialet tuaja në kitarë. Po në shtëpi kam plot dosje me partiturat e mia dhe një vend që studioj për kitarën dhe kam qetësi aty, prandaj shkoj dhe studioj 1 orë ose 2 orë. Bravo. Po mirë, vetëm këtë kitarë ke, apo ke edhe ndonjë kitarë tjetër? Kam kitara tjera që kam marrë edhe një të re për Krishtlindje, por nuk e kam marrë sot, kam përzgjedhur këtë kitarë. Me lujt me gishta, kjo është tanë... Tashi të pëlqen kitara akustike, me kitara akustike, edhe të tjerat janë kitara akustike, apo ka dhe... Ka marrë edhe një elektroakustike, ka marrë, por me kitara akustike nëjet mirë kë. Nëjet shumë mirë. I amël, i drejt për drejt, i bukur, i kallshëm, i afërt, të ngacmon shumë. Mirë, spektatorët tuaj të parë, kush janë? Mami më ka mbështet shumë me kitarën, po ashtu edhe babi, për babi s'ka pasur mundësi me mjek se puna ka qenë shumë e lodhshme edhe ka qenë shumë kërkuese prej tij dhe nuk ka mujt me mjek shumë, pa gjithmonë ka qenë mbështetës ndaj meje. Pa mbështetje, është drejta e fëmijëve ti mbështesin, apo jo mësus bebi? Po mirë, si ndodhi? Si njofte ti kitarën? Ti je vetëm 11 vjeç, ala me djali, Sa e gjatë? 17. Mashallah. Kështu që kitara, megjithëse se ke moshën e vogël, nuk të duket e madhe shumë, e zotron. Po mirë, kur ishe ti i vogël, unë kam një video që ti e morë kitarën taman lodër, se që po thosha aty, ja, ta shofim. Këtu i ti, Këtu. Qamarok. Kampion. Po si ka qenë, e ke prapë të kitara? Po, kam prapë dhe arruj se është një kujtim shumë i bukur për mu. Shumë gjë e bukur. Ja, djali që. Po shumë fëmijë kanë lodra, por sa gjë e bukur është që ajo lodër të bahet një anër për ty. Si ndodhi që nga kjo kitarë lodër, ti shkove te një kitarë e vërtet? Unë kur isha i vogël, unë si çdo fëmijë tjetër, regjia, po? më pëlqenin edhe makinat lodër dhe kamionat si çdo fëmijë i vogël tjetër, por më së shumti kisha një dashuri të madhe për kitarën, atë kitarën që ishte në video. Kitarën e kuqe. Po, dhe i bia në për shtëpi. Atëherë, mami dhe prindërit e mi e vunë këtë gjë dhe vendosën që një Krishtlindje të mblenin një kitarë të vërtet, që e kam edhe sot dhe ruj me shumë dashuri. Po sa shumë kitara pas ke mor Gabriel. Ka të rështume. Kjo të regon atë
raportin tanë. Po mirë, nuk do vonojmë që do ta dëgjojmë tingujt e kitarës, po ti kur I dëgjove këto tinguj për herë të parë, ke qenë I vogël, sa kohë, sa vjeç? 5-6 vjeç kam qenë kur kam marrë kitarën e parë. Ke marrë kitarën e parë, një tingull që zgjate si arpesh. Si të duk? Në fillim tingujt e parë më tremben sepse kisha frikë se mos e prisha kitarën ose mos e kpusja ndonjë tel. Si fëmijë, e ke pas shumë që të dashur. Shumë, ka pëlqyer shumë për herë të parë, po kisha edhe pak frikë mos e prisha, atëherë I bisha pak më kujdes. Po ti jo vetëm që nuk e dëmtove asnjë moment kitarën, po fillove të luaje. Mirë, përpara se të hedhim hapat e tjerë, unë mendoj se në qenë se jeni me kitara edhe mësues Bepi edhe Gabrieli, le të kalojmë në tingujt tuaj të mrekullueshëm. Keni shumë pjesë në repertorin tuaj, pjesë të famshme. Tiko, Shostakovich, Marshi Radecki. Një pjesë spanjole. Pjesë spanjole. Spanjole është një grup spanjol që janë grupi me 40 gishta, që janë 4 vetë, që I bin 4 vetë kitar me gishta dhe është një pjesë e mrekullueshme. Me knatësi të madhe, me Gabrielin e kena punu fort dhe e kena ba original ashtu si I bin ata. Do ta mim sot. Jeni gati tashti? Po, me qa do fillojmë? Me çfarë të doni ju? Çfarë keni zgjedhur? Po fillojmë herë me Shostakovichin. Shostakovich, një vals I mrekullueshëm, është mëngjes dhe jeni gati ta ndjekit. Gati pejt. Bravo Gabriel. Edhe të mendosh që ka një mosh kaq të vogël dhe I bie kaq bukur. Bravo. Ja pra që nuk pas kanë qenë të frikshëm tingujt e kitarës, përkundrazi të amël të bukur, po si vendose me mësu? Që mos I bie kështu. Kot. Por atëra kur unë mora kitarën time të parë, atëherë më pëlqej vetë shumë sa vendosa ta filloja kursin tim të parë, në fillim e kam pas fillu të Don Bosco, me një mësues austriak që e ka emrin Sebastian. Ai nuk arriti të mësonte shumë sepse nuk qëndroi shumë në Shkodër dhe unë nuk arrita të mësoja shumë prej tij. Por pastaj vazhdova
te katedralja me mësus Bepin, ku mësus Bepi aty ushtronte kursin e kitarës dhe me disa fëmijë tjerë. Aty në fillim unë kisha ndrojtje se për herë të parë normalisht. Atëherë, por mësus Bepi më motivoi dhe më nimoi me shku përpara me kitarën, deri ku jam i tash. Edhe kështu që këto hapat e parë, sa do që të rritesh, je 1,70, mund të bëhesh 1,92 metër, por të rritesh me mosh, edhe të bëhesh burri pjekun, unë mendoj se nuk do t'i harrosh asnjëherë. Ashtë kështu, po ja. Po, nuk do të harroj kur kitarën, alla sikur të rritem 3 metër, nuk e harroj kur kitarën. Bravo. Mësus Bepi, erdhi një nxënës i ri tek ju, tek mjeshtria juaj. Po, unë me të tanë drejtën, po sa pash, me të tanë këtë kallabekun, këtë spikate. Edhe njërë tjera i thash, Gabriel, ti do të vish të vete, do të banë mësim shtëpitë e vetë. Dhe aty vazhdume. Bashim edhe në katedrale, po njëkohësisht edhe. Pra filloi një kurs më intensiv, që do të thotë më intensiv një mrekullim. Vetë ma kërkuan. Ja ku jeni. Jo, këtu jeni tek një aktivitet, po është një video tjetër ku Gabrieli dhe mësus Bepi po mësojnë, Po, këtu jena te katedrale më duket, Nuk ka rëndësi, një sallë të katedrales. Është gjithsesi një moment ku ju jeni bashkë dhe po mësoni gjithmonë. Ky mësimi gjithmonë me instrument i mësuesit më duket diçka shumë e bukur. E kam hasur edhe në mjeshtra të tjerë ku mësuesi është vetë me instrument, në violinë, apo jo, është shembulli më i mirë. Me Gabrielin nuk kam hek fort keq, sepse një herë në kjo se e kam interpretu, se i kam ra në një pjesë, me i herë e ka kap. Dhe më thanë, kjo është katë shumë i talentum, sa që ma mërmenja do të esin katë shumë, veç inshallah vazhdon kështu. Inshallah vazhdon kështu. Patjetër, apo jo, është ideal i mbar Gabrieli. Po. Këtu është edhe një grup që janë të Don Bosco. Po, pra aktivitetet të shumë të filluan, po cila ishte ajo pjesë e parë që nuk do të harrosh ndonjëherë? Po, pjesa e parë që unë kam mësuar me mësus Bebin ka kanë qingji vogël. Qingji vogël. Kena lujt edhe te katedralja, por edhe te salla Mikel Koliqi. Mikel Koliqi. Po. Fa, e tjerë, ti nuk do të harrosh, kjo është një këngë mrekullueshme feministe, me edhe shumë fëmijëve të ti. Sa bukur, po kur shkove edhe mësove këtë, çfarë pan prindit? Tërë prindrit në fillim qeshen, se nuk i duk si shumë, po atërë në thash që nga dal do të baj progres ato qeshen, ale duke bërë video, duke u knaqsh me njëri tjetrin të rënë në shtëpi, ale so shkoj në shtëpi më thonë tash, na i bjerë i herë kitarë, sot na i hek shqetësimet, po na... Gjardis. Kështu pra, unë kam pikrisht një ndjesi kaq të bukur nga këto raporte me fëmijën, edhe me djalin tim, kur ai luan në piano, edhe thot, a ju hoqa lodhja? Kështu, ngjata edhe me prindrit dhe me ty, apo jo, Gabriel? Bravo. Dhe ai qingji i vogël që i mbar, u rrit, u bëj madh, kështu, që do të thotë që ti fillove dhe mësove pjesë të shumta, madje, nuk ngurrove që të dilje edhe në skenë. Po, atëherë, e përvetsova kitarën, derisa dola në skenë dhe kish në fillim për herë të parë kur dola në skenë te salla Mikel Koliqi, me qingji i vogël kisha emocione se nuk kisha dalë ndonjëherë në skenë. Por kur i rash atëherë dhe kur kaloi koncerti, atëherë kuptova s'kisha pse. Edhe mama e i me thonte që imagjinoj sikur isha në shtëpi dhe nuk po më dëgjonte kush. Kështu është mama që do të kitë pas më shumë rrahje zemre se çdo njeri tjetër. Po është shumë gjë e bukur t'i japësh fëmijës besim,
mësues Bepin, apo ja, ti japësh kurajo që me një pjesë të vogël ti mundesh dhe ai hapi I parë bëhet I dytë, I tretë e vjen rrugën. Ja, është, po. Me Gabrielin kena nuk kam pas në fishtërsi të madhe, sepse këtë më marrmane që e ka falë Zotit. E ka beku Zotin me talentin e vet. Për talentin e vet. Po mirë, ju filluat ta mësonit kitarën me solfesh, që do thot me teorinë e muzikës. Jo, unë faktikisht tanve që I baj tanve kurs, sepse kam I kurs kitarët që po në edhe në shpi, edhe në Don Bosco, edhe të katedralja. Por, tanve që jam sej me bazë. Jo kot me flutëru, por me bazë, që do të thot. I baj solfejin dhe I baj një metodë, është një metodë italiane që bëhet në për licen artistik të shkollave të mesme të muzikës dhe ajo ka lanë një rezultat të mrekullueshëm. Ajo është për me lujt me gishta, arpeggiata e tjerit. Pra ky që I saj është përdorimi I gishtave dhe I me pendës. Gishtat, manena ka lënë penda, manena ka lënë me vonë ka lënë të penda. Që si të duket? Por kë e ka kry ka herë këtë lloj metodet, sepse janë shumë vetë që vinë rrin pak, ose më thojnë edhe këtë jetën që më sa vetën një 2-3 akorde dhe nuk du ma tepër, edhe kështu që mirë po, unë kam qef që tanëve që jam sëj, kam qef që me jam su me bazë, që me kenë nesër dikushi të I ra këtë ardhë, jo se me banë e filozofit madhe, por të pak të një ambient me kenë, kretë komplet, a I ka për detyrë për me I ra këtë ardhë dhe me pas. Gja e mrekullueshme. Pra, ti pas çdo takimi me mësues Bepin, vije në shtëpi maj frymëzum, sikur merrje krah. Merja dije e treja. Dhe studioja. Po, unë studioj ndonjëherë, kur kam shumë mësime, mund studioj 4-5 minuta, por kitarë se le gjithmonë kohën me studiu, sepse diçka që e bën me dëshirë, gjithmonë mund të realizohet. Bravo, zemër. Je një fëmijë shumë I mençur, ndërkohë që pra kitara është emëruesi përbashkët I ditëve tuaja. Nuk ka ditë që të mos jetë kitara dhe me dëshirë dhe qef. Jo me thanë dikush apo e merr një atë kitarë, përkundrazi, shkon dora te kitara dhe kitara vjen në zemër dhe në shpirt ashtu siç ti e ke, apo jo. Zbat fjalë sa që ka herë edhe më thot, se a vjedhe ka 2 herë një, a vjedhe mena javë edhe herë tjetër. I thamë, Gabriel, mos e lodh atë punë. Është marrëdhënie njerëzore që krijon. Ka I dëshirë të mrekullueshëm, por prindit I rrin kaq afër e kaq e njekun këtë fëmijë sa I den se ke. Është detyra e prindit. S'bën gjë tjetër, vetëm detyrë. Ja, janë shumë të rregullt në orar. Nuk e delegojnë askujt. E bajnë drejt për drejt, dhe kjo është marrëdhënia më e mirë. Ashtu. Kjo është një marrëdhënie shembullore. Sa që ka I herë kur vjen, se vjen tamam në orar, ose vjen 2 minutë më herët, e unë kam sapë edhe njëni vazhdon tjetër. S'ke nevojë me pa orë. Pa më shikjen I tham Gabriel, edhe 2 minuta sa ta kryj me I këtë, a ban edhe 2 minuta? Po. Është tolerant djali. Shumë mirë. Në çfarë klase shkon? Unë jam një të shem klasë 5, jam të shku për klasë 6. Jam të shkolla Zemra e Krishtit. Po si shkon me mësime? Fatmirësisht me mësime shkoj shumë mirë, sepse kam një mësuese shumë dashur, Rita Çoban. Rita Çoba? Po. Unë e përshëndes, pas kemi të njëjtën mbiemër, megjithëse nuk e njoh. Rita Vjerdha, Rita Çoba. Po ti me këto Vjerdhen me emrin Vjerdha pas ke një rasia të solli kështu, apo jo? Edhe një familje e nderuar natyrisht. Po mirë, shumë lanë ka shkolla. Ke ndonjë lanë të preferuar që të pëlqen më shumë? Më pëlqen gati gjitha lëndët, por dy që më pëlqejnë më fort janë anglishtja dhe matematika.
Bravo, shumë racional. Sepse me anglishtën natyrisht është gjuha e komunikimit e kohës, përveç shqipes tonë të dashtun, natyrisht. Po dhe matematika e mendjes, e zemrës dhe e ritmit është e nevojshme. Mirë, Gabriel, në shkollë din që ti je instrumentist? Po në shkollë, shoqet dhe shoqet e din që unë i bi kitarë, sa më thonë, ne i bjerë në i herë, më hajde shkojmë në i herë në lokal, në i bjerë ti. Po ti, hiqti, apo po? Po në i herë në alë në aktivitetet, kur shkollë organizon. Kemi video nga aktivitetet të ndryshme, kur aktivizohen në jo, këtu je në një aktivitet, po do të ndalime më vonë të ky aktivitet, sepse edhe ky ka një rëndësi të veçantë. Ja, janë aktivitetet të shkollës, apo ja? Po. Ku je këtu? Ti je në Këtu jam të kinemaja, të kinema Republika, që kam realizu një pjesë që e kërmën romanca. Wow, po sa pjesë të mrekullueshme, sa të shumta, sa të shumta janë. Ja këtu, në qendrën kulturore të fëmijëve më duket. Po, këtu jam të qendra kulturore. Ke një aktivitet. Ajo i qinqi vogël e përmendëm edhe një herë, po ka pas një bekim të madh. Ashtu siç për shumë fëmijë dalja e parë është mësuar me shumë dalje të tjera në skenë. Ja këtu jeni tek biblioteka, apo jo, në një aktivitet, apo jo mësues Bepi? Po. Ju ftojnë vazhdimisht, Po, shumë. Po sa bukur. Shumë në ftoj. Po ti tashmë nuk druhesh, përkundrazim. Jo, tash më ka ik frejgale, shkoj me gjithë qef kur më thirë mësës Bepi, thot hajde se na kanë thirë marrë të kjo biblioteka për promovimin e një libër, të në shkoj me gjithë qef, nuk kam marrë emocione se tash e di se si kam unë ndje. Po këtu ku jeni? Ty jam para bashkisë për vitin e kalum. Sa bukur, një mrekulli, ja, kitara. Po këtu përsëri, përpara bashkisë, me aktivitete, me shkollën apo me qendrën kulturore? Me qendrën kulturore, që më ka thirë Orjeta Kelej. Zyshor Ori, që e përshëndesim. Po sa aktivitete të bukura me shkollën, po të ndalemi këtu. Ku jeni këtu? Këtu në Razën. Dita. Jeme? Jem me një shoqet mamit që kena dal me shëtit, alla ajo më tha merre kitarën në po të kënërën, tha. Sa bukur. Dhe ti, me njëherë, tingujt e kitarës e mbushën atë ambient të mrekullueshëm dhe e bën më magjik. Ja, pra aktivitetet të shumta që tashmë kanë viju për 11 vjeçarin Gabriel Shabaj. Tashti unë besoj se e ka rapën përsëri kitara. Kemi folur shumë, por tingujt e kitarës janë më të mrekullueshmit. Çfarë pjese do të luani? Tani ne do të luajmë pjesën spanjollën, edhe Radecki March, që do të thotë në shqip Marshi Radecki, dhe është kompozuar nga Johann Strauss për nder të generalit austriak Josef Radecki. I dinë edhe historinë me masonirë këtë. Bravo. Radeckin e lëm për në fund, tani është pjesa spanjolle. Pjesa spanjolle. Tres lacrimas.
shok që quhet Shkodër e që ka artistë të tillë si Gabrieli me shok. Bravo Gabriel, bravo. O sa mëngjes I bukur ky sonmi me tinguj kitare, me ndjesi të mrekullueshme, por edhe me një rrugë të shtruar bukur, me pasion, me përpjekje, me studim dhe me arritje të bukura. Bravo. Një mrekulli. Vërtet çdo gjë ecën mbi një investim shpirtëror në radhë të parë, por çdo gjë është një mrekulli që mbështetet në këtë talent, apo jo, mësues Bepi? Ndjeni shumë I kënaqur kur keni nxënës. Jam shumë I kënaqur, edhe veri që alo deri më sot nuk kam zjarr nxënës më të mirë, dhe shpesh I them edhe Gabrielit, I kam marrë pjesë që në fillim me ka delsi dhe e shoqënej dhe di se qa shoqënej këtë djalë. Pra ndena e shoqënej me knatësi dhe ma nep atë njësin më të miren në trupin tëm. Dhe e shoh që veç me këtë, unë mundem për me ba shumë gjana me të. Edhe unë e di që këto fjalë nuk janë gjë tjetër veç se kur të mbërrim masditja, me njëherë studim edhe më I madh në shtëpi, në dhomën tënde që të nesërmen të jesh ende më I mirë. Ke dalë në skenë, kemi një video si këngëtar. Ç'është është ajo? Këtu të shtirë. Si ishte ajo? Regjia kemi te Akullore Fest. Akullore Fest, ja kam bërë vetë këngën. Sa gjë. Kënga është e jenja. Interesante, po. Edhe tinguj të kitarë, se ka titullin, apo ja? Me kitarën në Norrita. Me kitarën në Norrita. Pas ka qenë si një biografi e vogël e jotja. Edhe fjalët janë dalën prej zemrës të djalit, edhe është shumë I apasionuar edhe me kënu, po. Ma shumë tash me kënu në kori se kur kënu I sol jam pak I ndrojtën, kam pak emocione. Ka emocione. Si në të thënë për me kënu, mos ki është Jo zemre, sot ke ardhë si kitarist e ke firmosur, tashmë rrugtimin tënd të mrekullueshëm, por një muzikant di të këndoj, di të luaj në instrument, di të kuptoj, të ndjej muzikën e mirë dhe asnjëherë nuk mund të jetë ndryshe, veç se këto hapa janë të veshura me mirësi. Muzika është ushqim I shpirtit, apo ja? Po kur dole me këndu, ishte emocion në vetë, apo nga që kishe kitarën ishe edhe më I sigurt? Atëherë, për herë, kur dolen në prova, herë isha pak I emocionum se s'kisha dole në herë të Akullore Fest, edhe ishte hera par. Atëherë, unë I rash aty, po në kopi, unë shlodha pak sepse kisha edhe kitarën në dorë, edhe ishte si mburoja jeme, edhe... Kjo do të thotë që Gabrieli qëndron përfundimisht te kitara, përveç se shumon veten me një huri ende më të mëdha dhe me një formim të mirë muzikor. Nuk I net vedit, sepse unë kam shumë veç që edhe nuk kanë vesh, edhe kanë qef me kënu, aman ban me kënu, po s'ban marrë me kënu. Nësa Gabrieli e ka veshin, e ka tana, por nuk e ka qefin për me kënu fort. Apo ja? Është e rëndësishme që muzika të ngjall zjarr të bukur në shpirt. Edhe ata që nuk din fort, s'ka gjë, le të këndojnë ashtu siç din. Po këngëtarët dhe artistët janë ata të skenës, të cilët natyrisht ne I duar trokasin. Por ti je një artist me kitarën tënde, bën përshtypje edhe sot ke ardhur me shall. Edhe në skenë del me një shall. Ke një kuratore të veçantë. Mami në siguri, si e zgjodhe këtë? Mami merret me këtë përgatitje me veshjen time, mami vdes për me më përgatit mu sa ma bukur me ma bë përgatit. Bravo, gjithmonë del. Një artist duhet të paraqitet dhe bukur. Është kërkesë artistike, ajo nuk mund të dalësh. Nuk I honeps ata që nuk dalin bukur. Personalisht më pëlqen një paraqitje e mrekullueshme. Mirë. Shkryesore apo ndjes. Shkryesore apo. Sepse dhe muzikën e luan të mirë, nuk ke asnjë lloj kështu. Ke ndonjë kështu për shembull ndonjëherë që I thu mësuesit, mësues kam një gjuhë një pjesë, a mund ta realizojmë? Apo mësuesi gjithmonë të nxjerr në tavolinë gjithfar pjatash të mira artistike. Atëherë mësuesi kur unë ma nxjerr pjatën në tavolinë, unë I tregoj disa versione që gjejnë një të bëlle, ja tregoj ato versione dhe
E bëjmë si pas atin e version. Kena marrëveshjet faktikisht. Kena marrëveshjet. Ne për dhe në ideale shumë vere. E zgjidhim partiturën bashkë me te. Kur tham bashkë me te, është në veçanti që bëjmë si me te. Të gjithë partiturat që i kam janë aty dhe e zgjidhim me te. A losim këtu, a losim këtë, a losim kështu. Sepse çdo këngë ka variantet e veta. Cila na pëlqen ne më tepër, na kena për detyrë për mira. Kemi shumë video për të transmetuar, po video më mirë është prania jote këtu në studio, janë këto tinguj që janë të drejtë për drejtë, janë natyral, janë bio me të gjitha në të gjitha dimensionet. Të kam parë tek televizori këndonte dhe ti e shoqëroje me gjithë fuqin tanë të zemrës, do të thotë që muzika ty të frymëzon dhe ti merr kitarën dhe je gjithmonë me artin tënd apo ja? Po. Tjera muzika më frymëzon gjithmonë sepse kitara për mua është shumë e rëndësishme edhe nuk do dëm, siç e thash, nuk do dëm kur nga kitara. Unë pëlqen me kënu, po si që kam një ndrojtje, allës ashtu... Do të kalojnë edhe atë ndrojtje, ti do këndosh me kitarë, kështu është destinacioni, por është e rëndësishme që ti jesh një kitarist i mirë, që ti jesh edhe instrumentist, do më thënë solist, të gjitha besoj, se këto janë ato andrat që ti ke kapë, ti janë batujet, nga jo kitara loader, kitara e kuqe që e ke aty në raft të ruajtur, kem rritur në shumë fishimin e kitarave, nuk do të pyes numrin 5, 6 apo 7. E rëndësishme është që ti kitaren e ke këtu brenda vetes. Mirë, Gabriel vërtet një djalë i mbar në të gjitha kuptimet. Por si mendon veten Gabriel, do të hysh drejt përshëndet, është ende herët, njerëzit edhe mund të ndryshojnë drejtimin, por ato që kanë në zemër e vijojnë. Mund të bëhesh një specialist, mjek, inxhinier, ekonomist, IT, e tjerë, po i them këto të trendin e kohës, apo muzik, por unë besoj se kudo që ti jesh ti kitarën do ta kesh, apo si e mendon? Pra, mami dhe babi kanë qef që kur të rritë mund të bën inxhinier ose të bën doktor, por unë i them ka herë më pëlqen me kënë vetëm me kitarën, po i pranej me mimin e tyne që me pos një punë edhe kitarën me pos për qef kur të më thjesht. Si do të jetë. Ato do ta vendos koha, do ta vendos curia jote. Por unë jam shumë e bindur që ti do t'jesh një njeri i mirë gjithmonë. Muzika i bën njerëzit të butë, të mirë, të ndjeshëm, i jep dimensione të veçanta shpirtërore mësues bebi dhe është e vështirë të gjesh një njeri ndryshe nga ai që është në shpirt me artin e vet. Apo jo? Ashtu. Ky ka një edukat të mrekullueshme. Të mrekullueshme. Po, tan të mrekullueshme. I dedikohet tanë prindve. Të paqen. Kjo është një djalë i shkëlqyer, të rujtëzoj, Gabriel. Janë breslënse, ne shpesh i shohim fëmijët e Shkodrës në kompeticione qendrore. Ja, këto janë me këto hapa të mrekullueshëm, në fillim të vegjël, pastaj më të sigurt, pastaj të duket sikur vrapojnë dhe e marrin ëndrrën, e bajnë të tynën dhe vrapojnë në stade të tjera. Gabriel, ta uroj këtë të bëhesh një njeri në plot kuptimin e kësaj fjale. Njeri me të gjitha cilësitë dhe vërtytet më të mira, por edhe një artist ashtu siç je në shpirt me talentin tënd. Unë e di që mezi që pritni të luani edhe një pjesë, ndoshta për ta mbyllur këtë takim, edhe për asnjëherë nuk i dihet, mund t'ju ftoj përsëri, sepse kështu është gjithmonë kur aktivitetet, kur daljet në skenë, kur arritjet janë të bukura, unë gjithmonë sa herë që t'na thirrni ju,
Na kena gjithmonë programin ton, gjithmonë program të ri. Faleminderit. Kështu që jena gjithmonë Po e vazhdim. di sepse përpara se të hynit këtu për zgjodhët kishit disa alternativa për të Po, luajtur dhe përtej kësaj që ju luani keni edhe disa Po, pjesë të është tjera. vërtet, është vërtet. Mësues Bepi, unë kam një dua të t'ju falenderoj që ishit sot, por meqense edhe herë të tjera ju punonin me kategori të ndryshme artistike, po i quaj artistike, me bandën The Door, por edhe me instrumentistë që janë në rritje. Dua t'ju falenderoj dhe të shpreh një respekt dhe vlerësim të veçantë për punën që bani plot dashuri Faleminderit. në radhë të parë. Aja është një knatësi e madhe me atë lloj bandet që kam, po kanë arrit një stalt zhvillimit Vetëm me punë. vetëm me punë. Kjo është puna. Do t'ju ftoj prap, vetëm ju keni arritje të bukura, ashtu siç në një të ardhme jo shumë të largët, mësues Bepi do të vijë edhe me nipin e tij të vogël, i cili ashtu si çdo fëmijë ka ëndrrën e vet kitarën, ashtu siç po e ushqeni ju, apo jo? Të Stina Gjama Gjat, po për qafije deri tash, aja është një Barsi fëmijët në kultivimin që e është i apasionuar mas kitarës që i den se ke. I den se ke. Kjo është ajo dëshira dhe ndjesia që më ju mbillni. Çfarë do të luani, Gabriel? Tani do të luajmë pjesën Radecki March. Radecki, ashtu siç anonçove pak më parë. Të gjithë do të duar trokasin, jo veç unë këtu në studio, por dhe ju që na ndiqni nëpërmjet ekranit apo që na ndiqni nëpërmjet Radio Shkodrës. Radecki, Marshi Radecki. urime. Kam pas sot një ndjesi shumë të bukur.
dy artist, mësues Bepi me përvoj, dhe ky djali i vogël, 11 vjeçar, Gabriel Shabaj, ta mbaj mend këtë emër sepse padyshim do të bëhet një njeri i njohur. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj ecuri të mbara, shumë suksese. Faleminderit ju. Faleminderit.